Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPA ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Për sa i përket sfidave për vitin 2026, pavarësisht sukseseve edhe mbeten disa sfida, për të cilave janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme që lidhen së pari me vazhdimin e hetimeve të mëtejshme të korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar, duke u përshtatur dhe duke u përgjigjur sfidave të vazhdueshme që paraqesin këto fenomene.